Fletët e votimit për shqiptarët e diasporës kanë nisur të printohen. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi në komunikimin që pati me gazetarët bëri të qartë se pritet që shpërndarja e fletëve të votimit të bëhet deri më datën 10 të këtij muaji. Kemi filluar me printimin e fletëve të votimit për jashtë vendit dhe besoj që midis datave 7 dhe 8 do t'i kemi këtu fletët e votimit për votimin nga jashtë. Dhe midis datës 8, 9 dhe 10 do të fillojmë përgatitjen e zarfave dhe gjithë dokumentacioni tjetër i cili do të dërgohet votuesve jashtë vendit, duke shpresuar që gjithë ky proces të realizohet brenda datës 15 ose 17 prill. Vendimi i marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dikton se zarfi me fletët e votimit do t'i dorëzohet personalisht në dorë votuesit shqiptar në diasporë dhe askujt tjetër. Operatori i shërbimit postar do të bëjë 3 tentativa. Nëse dështon në 3 tentativa për ta gjetur në banesë, mund të jetë opsioni që zgjedhësi të shkojë te zyra e shërbimit postar. Postieri do të paraqitet në adresën që vetë zgjedhësi ka deklaruar tek ajo banesë do të paraqitet. Të dhëna mbi adresat i marrin prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra prej KQZ-s, operatori i shërbimit postar, dhe nëse vlera e kontraktimit mes komisionit dhe operatorit të shërbimit postar për votën e diasporës, sipas kryekomisionerit është 9.2 milion euro, kosto që mbulohet nga buxheti i shtetit.